Turizmi është një sektor me rëndësi të jashtëzakonshme për vendin dhe higjiena në plazhe mjedise akomoduese është ndër më thelbësoret. Në masat e marra nga Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor në Vlorë për garantimin e një sezoni turistik të sigurt dhe të qetë, shumë të rëndësishme janë edhe masat për respektimin e kushteve higjieno-sanitare nga njësitë akomoduese dhe ato që ofrojnë shërbime, si në bare, restorante apo pishina. Ky institucion në Vlorë ka nisur përmbushjen e masave higjieno-sanitare nga subjektet në fushën e hoteleri turizëm me fokus edhe tek pishinat, por jo vetëm. Fokusi i ISHSH-s është monitorimi në mënyrë periodike dhe rigoroze i hoteleve apo strukturave të tjera me qëllim parandalimin e infeksioneve që mund të përhapen përmes pishinave të ndotura. Sipas këtij institucioni, duhet gjithashtu të garantohet që do të respektohen standardet e ngritura kudo në çdo subjekt që ofron shërbim. Pikërisht për këtë është fokusi dhe për të pasur një kontroll dhe monitorim më të shtuar. Gjatë inspektimeve dhe riinspektimeve nga Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, një vëmendje veçantë do t'i kushtohet respektimit të normave higjienike dhe higjieno-sanitare tek pishinat, si dhe respektimi i numrit të frekuentuesve. Për të pasur frekuentim cilësor dhe të sigurt, pishinat duhet të sigurojnë zbatimin e kërkesave higjieno-sanitare dhe mjedisore, të sigurojnë pastrimin e përditshëm të gjithë kompleksit të pishinës, dezinfektimin e rregullt të ambientit përreth, kryerin e ekzaminimit fiziko-kimik të ujit të pishëm, duhet të zbatohen rregulloren për respektimin e kufizimeve për nivelet e thellësisë, të kenë vëzhguesit dhe ndihmën e parë. Gjithashtu do të kontrollohen edhe kushtet higjieno-sanitare në brendësi të hoteleve, bareve dhe restoranteve, si dhe një vëmendje të veçantë do të kenë edhe tregjet. Nëse do të vihet re mos respektimi kushteve, do të merren masa ndëshkuese dhe madje deri në gjobë dhe mbyllje aktivitetesh.